Projekti Shpresa kremtoi 30 vjetorin e themelimit, një shoqat që prej 3 dekadash ka qenë një model i përkushtimit dhe solidaritetit në shërbim të njerëzve në nevojë. Në këtë aktivitet jubile morën pjesë përfaqësues të institucioneve, bashkëpunëtor, vullnetar dhe miq që ndan kujtime dhe reflektime mbi rrugtimin e gjatë të këtij projekti. Më shumë se një projekt është një thirrje për kujdes, për solidaritet dhe dashuri njerëzore. Në një shoqëri që shpesh ndjek suksesin individual dhe përfitime ekonomike, projekti Shpresa na kujton se vlera e njeriut nuk matet me aftësinë apo pasurinë, por me dashurinë dhe përfshirjen. Për 30 vjet, projekti Shpresa ka parë Krishtin në çdo fëmijë dhe ka shërbyer me dashuri. Por nuk mjafton të kremtojmë, të shikojmë çfarë kemi bërë deri tani. Duhet të sigurojmë të ardhmen e këtij projekti me mbështetje të qëndrueshme e institucioneve. U bëjt thirrje organeve shtetërore të forcojnë partneritetin me këtë shoqat dhe ta përfshinë në politikat sociale si model kombëtar. Nuk mund të flasim për standarde europiane dhe integrim nëse lëm pas dore shtyllat e themelore të solidaritetit shoqëror. Prandaj sot në këtë ditë të feste i bëj një thirrje të sinqertë dhe bashkoj me thirrjen që ka bërë Monsignor Giovanni të fortë autoriteteve shtetërore dhe vendore. Shikojeni këto fytyra, shikojeni këtë vepër. Projekti Shpresa është një partner i çmuar i shtetit në ofrimin e një shërbim që kërkon profesionalizëm dhe mbi të gjitha kërkon zemër. Ju kërkoj të bëheni partner të besueshëm dhe të shëndrueshëm. Ju kërkoj që të siguroni financim të plotë të nevojshme për jetën e njerëzve që janë në shoqat, edhe që zotimet financiare të përmbushen rregullisht dhe pavonesa, duke lejuar që kjo vepër jo vetëm të mbjetojë, por të planifikojë me siguri të ardhmen edhe për të tjerë. 30 vite më parë, një ide mori formë, një nismë që do ndryshonte rrësisht mënyrën se si ne, si komunitet, kuptojmë solidaritetin dhe përkujdesjen ndaj tjetrit. Kjo shoqat nuk u mjaftua me ndihma materiale apo ndërhyrje të rastishme. Ajo solli një mënyrë të re për të parë njeriu me dinjitet, me dëmshuri dhe mbi gjitha me shpresë. Në themel të kësaj nisme qëndron misionarja ndjer, Silvana Vinjali, një grua me zemër të jashtëzakonshme dhe me një vizion të rrallë. Falë saj, projekti Shpresa u kthye një fener drite për shumë familje në nevojë dhe veçanërisht për personat me aftësi të kufizuar, ata që shpesh janë lënë harres nga shoqëria. Aty ku dikur kishte heshtje dhe dhimbje, sot ka jetë, dashuri dhe dinjitet. Projekti Shpresa na ka mësuar se ndryshimi i vërtet fillon aty ku lind përkujdesja, në çdo shtëpi të rindërtuar, në çdo fëmijë të gjetur në stre, në çdo nënë që është ndihmuar, në çdo person me aftësi të kufizuar që është përfshirë dhe pranuar. Unë mendoj se kjo është vlera më e madhe e përkujdesjes që kjo shtëpi dhe këto shtëpi në Shkodër i kanë dhënë familjeve. E duke dhënë familjeve i kanë dhënë një pjesë të madhe të shoqërisë tonë, e cila nuk ka pas nevojë të rrijë e bllokuar në shtëpi për të bërë shërbim personave me nevoja të ndryshme. Bashkë do të vazhdojmë patjetër të ndërtojmë një sistem shërbimesh që respekton çdo individ dhe që jep zë çdo histori njerëzore. Sot, me shumë se kur, emri i projektit Shpresa ka kuptim. Ai përfaqëson shpresën për një shoqëri me gjithëpërfshirëse, ku dinjiteti i çdo individi respektohet dhe ku askush nuk lihet pas. Kjo është një shtëpi që dashuria dhe respekti për dinjitetin njerëzor kanë zënë rrënjë të thella. Kanë vendin e vet, prandaj dëshiroj t'i falenderoj fort dhe më shton mu detyrimin së bashku me disa kolegë që janë në sallë, po dhe me universitetin që të eksplorojmë mundësi bashkëpunimi dhe pse jo kontributi në të ardhmen. Gjatë ceremonisë u ndan 3 certifikata falënderimi dhe mirënjohje që kryetari i Këshillit të Qarkut të Shkodrës dha për kontributin dhe ndikimin e jashtëzakonshëm në këtë rrugtim dhe human, për të ndjerën Silvana Vinjali, themeluese projektit Shpresa.
Për shoqatën Projekti Shpresa, në vlerësim të punës dhe mbështetjes së individëve e familjeve në vështirësi, si dhe për komunitetin për luftën kundër urisë në botë si partner i përhershëm në përpjekjet për ndërtimin e një shoqërie më të drejtë dhe humane. Në 30 vite veprimtari, Projekti Shpresa ka realizuar 10 nisma sociale, programe integrimi për personat me aftësitë kufizuara, si dhe projekte për përmirësimin e kushteve të jetesës së familjeve në nevojë. Mesazhi që u përcjell nga të gjithë pranishmit ishte i qartë, që të vazhdohet të mbahet gjallë shpirti i solidariteti dhe shpresa që ky projekt ka përfaqësuar për 30 vite me radhë.